O i dërguari i Allahut, më thuaj një fjalë që përfshin Islamin dhe për cilën nuk do të kem nevojë të pyes njëri tjetër veç teje. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, thuaj i besova Allahut. Dhe pastaj përmbaju besimit islam. Përmbaju rregullave të fesë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ka përfshirë fenë në këtë porosi për këtij sahabiu dhe për gjithë ne e ka përfshirë fenë në dy fjalë. Besova Allahun dhe përmbaju fesë. Përmbaju mësimeve të fesë. Atëherë feja nuk është thjesht besim në Zot, pa vepra, pa e përmbajtur fesë. Duhet patjetër që njeriu të përmbahet mësimeve të fesë. Prandaj dietarët në shpjegimin e fjalës istiqame, që përmendet në hadith, kanë thënë ti përmbahesh tauhidit dhe të ruhesh nga shirku. Kjo është e para. Duhet që njeriu të ruhet nga gjitha format e shirkut, shirku i madh dhe shirku i vogël. E dyta, ti kryesh detyrat e fesë dhe të ruhesh nga gjunahet. Ta falim namazin rregullisht në kohën e vet, kujdesemi për namazin, të tregojmë interesim të madh për namazin, të respektojmë prindërit, të mbajmë lidhjet me farafisin, të jemi të drejtë. Këto janë disa detyra fetare, por ka edhe tjera. Pra ti kryejmë mirë detyrat e fesë. Kush nuk i kryen detyrat e fesë, ai nuk i ka qëndruar fesë siç duhet. Nuk është përmbajtur mësimeve të fesë. Sidomos namazi, që është ibadeti më i mirë dhe më i dashur tek Allahu i lartësuar. Është vepra e parë për cilën do na marr Allahu i lartësuar ditën e gjykimit. Do na marr Allahu llogarit ditën e gjykimit. Të largohemi nga gjunahet, se ke mësimet e fesë hynë edhe largimi nga gjunahet. Kështu që duhet të ruhemi nga gjunahet. Duhet që adhurimet i kryejmë me sinqeritet për Allahun dhe në përputhje me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë dietarët e kanë përfshirë ke fjala istiqame. Ti përmbahesh adhurimit për Allahun subhanahu wa taala. Të tregojmë qëndrueshmëri në fe, sa të jemi, derisa të na vijë vdekja. Jesh i qëndrueshëm në fenë e Allahut të lartësuar. Prandaj do t'i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na japë istiqame. Përmendet se një nga të parët e këtij ummeti ka thënë: Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqama. O Allah, ti je Zoti ynë. Prandaj na bëj për atyre që i përmbahen fesë. Pa i lutemi Allahut që të na bëj për atyre që i përmbahen fesë, që kanë istiqamen fenë Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an, ka urdhëruar profetin dhe besimtarët që t'i përmbahen fesë. Fastaqim kama umirta wa man taaba ma'ak. Allahu i lartësuar në Kur'an, përmbaju
fesë, ashtu siç e urdhëruar. Ti dhe ata që janë kthyer tek Allahu i lartësuar bashkë me ty. Duhet të ruhemi nga devijimet, nga bidatet, të përmbahemi rrugës së drejtë. Edhe këto dietarët e kanë përfshirë këtu në fjalë. Ka thënë Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, istaqamu wa lam yarughu rawaghan al-tha'lab. Ata janë përmbajtur rrugës së Islamit. Dhe nuk kanë bërë dredhi, si dredhit e dhelprës. Ata që ju përmbahen mësimeve të fesë, do kenë shumë mirësi, do kenë shumë të mira në dynjë dhe në ahiret. Në këtë botë Allahu subhanahu wa taala do a përmirësoj gjendjen, do a bëj jetesën të mirë atyre që i përmbahen mësimeve të fesë. Allah thotë në Kur'an: "Allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa." Nëse ata do të përmbaheshin rrugës së Islamit, ne do të lëshonim shi me bollok nga qielli. Dhe reshjet e shiut janë rahmet, janë mëshirë. Po pati shumë shi, do ketë shumë bimësi dhe bereqet në tokë. Do ketë mjete jetese me bollok. Edhe do kenë njerëzit jetesë të mirë. Kështu që ajeti tregon se ata njerëz që i përmbahen fesë Allahut, që u qëndrojnë mësimeve të fesë, i zbatojnë mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala do t'u jap jetesë të mirë në këtë botë. Në ahiret, kam shpjeguar mësimin e kaluar, se melajket për ta do të zbresin melajket e mëshirës në momentin e vdekjes. Do t'u marrin shpirtin melajket e mëshirës, melajku i vdekjes me ndihmësit e tij. Dhe do të thonë mos u friksoni dhe mos u piklloni. Do t'i përgëzojnë për hyrjen në xhenet. Pra do të kemi mirësi të mëdha nga Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahun që ta bëj për tyre. Allahu shpëlbim të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.